Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Genta Ismaili në luftë me sëmundjen e keqe. Ja çfarë po ndodh me të. Këngëtarja e njohur shqiptare Genta Ismaili ka ndarë një rrëfim të sinqertë dhe prekës për sfidat shëndetësore që po e pengojnë të rikthehet në skenë. Një problem serioz në qafë po e mban atë larg projekteve të reja, duke lënë fansat e saj në pritje të një rikthimi. Në një intervistë të fundit, Genta zbuloi se lëndimi i saj në qafë është rezultati viteve të shumta të performancave energjike. Ajo ka përjetuar dhimbje të vazhdueshme, të cilat e kanë detyruar të ndalojë përgatitjet për rikthimin e saj artistik. Kam pasur një lëndim në qafë prej vitesh për shkak të vallëzimeve të shumta që kam bërë në koncerte. Kam bërë trajtime, por fatkeqësisht nuk kanë dhënë rezultatin që prisja. Shprehet Genta duke theksuar vështirësitë që po kalon. Gjithashtu, situata e saj shëndetësore është përkeqësuar pikërisht në momentin kur ajo kishte nisur përgatitjet për një rikthim të madh. Kjo ka sjellë një ndjenjë të thellë humbje dhe frustrimi për këngëtaren, e cila e sheh performancën si pjesë të pandashme të identitetit të saj. Mendova se isha shëruar dhe nisa stërvitjet për skenë, por gjatë provave me vallëtarët, qafa më është lënduar sërish. Shton ajo duke shprehur keqardhjen për anullimin e videoklipit që po përgatiste. E prekur emocionalisht, Genta pranon se mungesa në skenë ka prekur shumë shpirtërisht. Ajo ndjen se vallëzimi është pasioni i saj dhe mungesa e vallëzimit e bën të ndihet e paplotësuar. Kam pasion vallëzimin dhe ndihem shumë keq që nuk mund të bëj si më parë. Shprehet ajo duke reflektuar mbi sfidat që po përballet në këtë periudhë të vështirë. Pavarësisht vështirësive, fansat e Genta Ismailit shpresojnë për një rikuperim të plot. Ata besojnë se ajo do të rikthehet me energjinë dhe karizmën që e kanë bërë një nga artistet më të dashura të muzikës shqiptare, duke e mbajtur shpresën për një rikthim të fuqishëm në skenë.